Disa kryetarë komunash që nuk arritën të fitonin në raundin e parë të zgjedhjeve lokale u përballën me balotazhin. Por edhe kësaj radhe rezultati nuk ishte në anën e tyre. Pavarësisht koalicioneve lokale të krijuara për të rritur gjasat e fitores, shumë prej tyre dështuan të sigurojnë mandatin e kryetarit. Në Gjilan, koalicioni LDK-PDK nuk ja doli përballë Albani Sënit të vetvendosis, i cili fitoi mbi 60% të votave. Në Mitrovicë, edhe pse PDK, LDK, AK dhe AKR u bashkuan për të sfiduar Faton Pecin e VV-s, ky i fundi fitoi me 53.47% të votave. Në Fushkosov, pas më shumë se 2 dekadash, LDK humbi bastionin e saj, ku Valon Prebreza i LVV-s triumfoi me 55%. Ndërkohë, në Vushtre, edhe pse Xhafer Tahiri i LDK-s vendosi ta mbështetëte vendosjen, nuk arritën ta ndalin kandidatin e PDK-s Fereti Drizin, që fitoi me 54% të votave. Në Jonik, kandidati i LDK-s Rushdi Shehu fitoi bëndshëm ndaj koalicionit AK-LVV, ndërsa në Dragash, LDK-ja Bexhet Xheladinit doli fituese ndaj bashkimit PDK-LVV. Koalicionet e krijuara për fitore u shndruan në zhgënjim për subjektet politike, duke treguar se votuesi vendosin ndryshe nga kalkulimet politike. Për më shumë, çndroni në telegrafi.com.